Përshëndetje të dashur Luan, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat Osho quhen dhe mesazhi juaj është dorëzimi i butë, qlirim emocional, besim në rrjedhën natyrore të jetës. Është koha për të lëshuar kontrollin, pritshmëritë, dhimbjen ose dikë që nuk i shërben më rrugës tënde të dashur Luan. Dorëzimi nuk është dobësi, por është akt i thellë besimi dhe pjekurie. Ti nuk ke nevojë të luftosh me rrjedhat e jetës për të mbështetur. Nëse je gati të dorëzohesh me zemër të hapur. Lësho me dashuri, jo me frikë. Kur lëshon, krijon hapësirën apo kur lirohesh me një farë mënyre nga çdo gjë nga e kaluara. Kur lëshon, krijon hapësirë për diçka të re dhe me të vërtetë. Është moment për të pastruar shpirtin dhe ngarkesat e së kaluarës dhe për të hyrë në një dimenzion më të lehtë dhe më të lirë të qenies sate. Në thelb pasqyron çlirimin emocional dhe pranimin e thellë, të fton të pushosh së kapur i fort pas asaj që të ka lodhur dhe të lejosh rrjedhën e jetës të çojë më tej. Të dashur Luan.